Shikues të ndershëm, vazhdojmë me emisionin e radhës nga seriali Në hijen e besimit. Jemi në kapitullin e kaderit apo caktimit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe pika e radhës thot kështu: prej gjërave të cilat Allahu i lartësuar i ka caktuar mbi robërit e tij është jeta e tyre, se sa do të jetojnë, gjithsesi e xheli, koha në të cilën ata do të vdesin. Dhe ajo që dihet sigurt është se një njeri që e ka të jetoj kaq kohë nuk mundet asgjë që t'ja shkurtoj jetën e tij. Dhe një njeri tjetër i cili e ka të jetoj më pak nuk mundet asgjë t'ja shtoj jetën e tij. Sepse Allahu subhanahu wa taala e ka ditë dhe e ka caktuar se filan personi do të jetoj kaq, dhe s'ka mundësi që ai të ikë kësaj. S'ka mundësi që ai të ikë prej kësaj. Andaj edhe kjo e bën që besimtari të jetë i mbështetur në Allahun subhanahu wa taala. Kjo i jep trimëri besimtarit në luftë, i jep trimëri në raste të rrezikshme, sepse e din se nëse e ka që të vdes, asgjë nuk mund ta ndryshojë këtë caktim. Sa njerëz janë munduar që të ruhen prej të këqijave, mirë po i ka gjetur vdekja para atyre të cilët ditë e natë kanë qenë në rreziqe. Sepse vdekja është me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu edhe risku, prej gjërave që Allahu ja ka caktuar robërve është risku. Risku, ushqimi sa do të ushqehen, pija sa do të pijen dhe sa do t'i shfrytëzojnë të mirat e kësaj bote. Dhe kjo është risku i njeriut. Në kuptimin më të ngushtë, riski i njeriut është ushqimi, pija dhe gjërat të cilat ai shfrytëzon. Gjërat të cilat ai shfrytëzon. Ka mundësi që njeriu të ketë pasuri, mirë po mos jetë risku i tij. Si ashtu, i ka të paluar aparat, mirë po Allah nuk ja ka bërë risk që ai të shfrytëzojë ato. Andaj jetë dhe ngelin si rësk apo si furnizim i pasardhësve të tij. Andaj rësku është i caktuar prej Allahut subhanahu wa taala. Mirë po njeriu duhet që ta kërkojë atë dhe t'i merr shkaqet e lejueshme për ta kërkuar atë. Pastaj rezultati është në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Dikujt jep rezultat pak më shumë e dikujt pak më pak. Mirë po, ajo me cilën obligohet njeriu është që ta kërkojë atë me metodat halal, me metodat e lejuara të cilët ja ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu lumturia, besimi dhe veprat e mira dhe dëshpërimi, kufri dhe veprat e këqija, Allahu subhanahu wa taala i ka caktuar dhe i ka shkruar për njerëzit. Dhe secili njeri e ka të shkruar sa do të jetë kështu apo do të jetë ashtu. Mirë po, ajo që duhet ta kemi parasysh është se njeriu nuk e din se çka është shkruar për të. Dhe se kjo është shkruar mbas të diturisë së Allahut se si do të veprojë ai, e jo se Allahu e detyron atë që të veprojë. Andaj në këtë gjendje kur ti nuk e din se çka shkruhet për ty dhe e din se Allahu nuk të detyron, obligohesh që ti veprosh veprat e mira dhe të thuash kjo ka qenë shkruar për mua, sepse ti nuk e din. Ti je në mes dy zgjedhjeve. Që në momentin kur zgjohesh në mëngjes, je në mes zgjedhjes së të mirës dhe të keqes. Andaj mos e zgjedh të keqen e pastaj të shkruash e pastaj të thuash kjo pas ka qenë e shkruar për mua. Po zgjidhet mirën dhe thuaj ashtu sepse ti nuk e din, të ardhmen nuk e din, dhe ti nuk e kupton se një vepër ka qenë e shkruar për ty vetëm se pasi që të kaloj dhe të bëhet prej të kaluarës. Kurse për të ardhmen ti obligohesh që ta zgjedhësh të mirën dhe të veprosh sipas saj.